Kam qenë e martuar për 12 vite. Një martesë e zakonshme, as shumë romantike, as shumë e keqe. Por gjithmonë ndjeja sikur diçka fshihej. Një ditë, ndërsa burri im më tha që po shkonte për punë në qytet, unë vendosa ta ndjek. Nuk di pse. Thjesht ndjeva që duhej. Ai nuk shkoi në punë. Nuk shkoi në qytet. Ai ndaloi në një shtëpi të thjeshtë, 3 rrugë më poshtë nga shtëpia jonë. Doli nga makina dhe në derë e priste një grua. Me një fëmijë të vogël që i tha babi. Nuk e mbaj mend si u ktheva në shtëpi. Po atë natë, kur u kthye dhe bëri sikur asgjë nuk kishte ndodhur, e përballa. Fillimisht e mohoi. Pastaj qau. Pastaj më tha që nuk donte të më humbiste, por edhe ata nuk mund t'i linte. Kishte krijuar një jetë të dytë. Me gënjeshtra. Me planifikim. Me ftohtësi. U ndava prej tij. Jo sepse nuk e doja më, por sepse ai kishte vendosur të mos më donte më shumë se sa mashtrimin e vet. A do e falnit ju një tradhti të tillë? Apo ka gjëra që nuk falen kurrë? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe mos harroni të abonoheni për më shumë histori të vërteta dhe shokuese nga jeta shqiptare.